Për tifozët e futbollit, biskota speciale për Kupën e Botës sonte të gjithë para ekranit, duke shijuar biskota, kafe, çaj apo çfarëdo tjetër që juve ju pëlqen. Si fillim në një enë të thellë bashkojmë gjalpin e zbutur, shtojmë sheqer vaniljen, sheqerin, një vezë, një maj lugë krip, 2 lugë gjelle qumësht, kakao në bashkojmë me mielin, e hedhim gradualisht brumin e punojmë, pastaj e mbështjellim dhe lëm të qëndrojë një orë në frigorifer sepse punohet me lehtë. Në të njëjtën mënyrë, përgatisim të 2 llojet e brumit, recetën do e gjeni të përshkruar. Kam përdorur letër pjekje fino, ndihmon shumë gjatë pjekjes. Format i bëjmë në këtë mënyrë. E keni të demonstruar hap pas hapi për një biskot. Pastaj i shtypim anë të gotës, i kalojmë në tepsi me letër pjekje, pjekja bëhet në temperaturë të cekur. Këtë tovel mund ta përdorni edhe për piknik. Kjo tovel është nga Dr. Oetker. Kjo është receta, nëse provoni ju bëft mirë.